Disa njerëz shpesh e shikojnë metamorfozën evolucionare të qenies njerëzore me frikë dhe tmerr. Një shembull i kësaj është teoria konspirative e lidhur me qytetin e Dulcit, ku për vite me radhë, në këtë komunitet të vogël rural, kanë qarkulluar histori të çuditshme që lidhen me një bazë nëntoksore të vendosur nën zinxhirin malor shkëmbor të Arçleta Mesa. Vrasjet e baktive, dritat e çuditshme në qiell, rrëmbimet aliene. Jehona e këtyre fakteve, të rrëfyera nga dëshmitarë të shumt, ka polarizuar shpesh interesin e entuziastëve të paranormalit në këtë vendndodhje, dhe New Mexico ka bërë padyshim vend të enigmave të ndërlikuara, sidomos në lidhje me fenomene si aktivitet jashtëtoksor. Bashkëfajsues në këtë realitet nuk janë vetëm numri i madh i vëzhgimeve të objekteve fluturuese të pa identifikuara, por mbi të gjitha, prania masive e bazave ushtarake të dedikuara kryesisht për zhvillimin e teknologjisë aeronautike. Në këto baza, ushtria amerikane do të kishte krijuar me kalimin e kohës armë të reja futuriste të zhvilluara nëpërmjet përdorimit të teknologjive sekrete, pamas më moderne dhe të fuqishme se teknologjitë civile konvencionale. Mjafton të mendojmë për Lockheed SR-171, të njohur ndryshe si Blackbird, një avion zbulimi hipermodern, i projektuar dhe testuar fshehurazi midis fundit të viteve 50 dhe fillimit të viteve 60, pikërisht në këtë zonë. Nuk ka asnjë dyshim se një avion i tillë në kohë kaq të largëta nga sot mund të ishte marrë gabimisht nga një objekt fluturues të pa identifikuar, nga çdo dëshmitar i cili në ato vite mund të kishte njohuri minimale dhe të kufizuara të inxhinierisë aeronautike. Por historitë e diskutueshme dhe nganjëherë të errta të qytetit të Dulcit bëjnë dikë të dyshojë gjithashtu se po zhvillohet një bashkëpunim që shkon përtej asaj që mund të konsiderohet racionalisht i kuptueshëm. Vetëm brenda 20 viteve, industria aeronautike amerikane ka arritur të evolojë fal zhvillimit të plot të teknologjisë së motorëve me shtytje, duke u nisur nga komponentët e bombarduesit gjerman Messerschmitt ME-262, një avion i aftë të krijojë terror ndër flotilat ajrore aleate gjatë fazës së fundit të luftës së dytë botërore. Në zhvillimin e këtyre armëve, komuniteti ufologjik ka ngritur gjithmonë një pyetje specifike, gjithsesi, si ishte e mundur të bëhej ky hap teknik brenda kaq pak kohe. Ndër përgjigjet e mundshme ndaj kësaj pyetjeje, inxhinieria e kundërt është vënë gjithnjë më shumë në dyshim, siç dyshohet në rastin e Roswellit. Megjithatë, për të vazhduar këtë diskutim, duhet të bëjmë disa salto në të kaluarën. Këto histori, të cilat në sytë e shumë njerëzve mund të duken si trillim shkenzor i pastër, kanë rrënjët e tyre në një periudhë shumë më të largët se ngjarjet lidhur me incidentin e Roswellit, që në vitet 1930 qarkullonin histori për rrëzimet imagjinare të makinave çuditshme fluturuese, të cilat pas inspektimeve të shpejta nga personeli ushtarak transportoheshin në baza sekrete nga qeveritë për të studiuar dhe në një farë mënyre riprodhuara. Një shembull tipik është historia lidhur me rrëzimin e UFO-SVJ-s, i cili ndodhi në Itali në vitin 1933 gjatë diktaturës së Benito Mussolinit. Në mëngjesin e 13 qershorit 1933, një objekt fluturues i pa identifikuar u shfaq në qiejt mbi qojën e Lombardisë, një rajon të Italisë, veriore dhe qendër prodhimi dhe ekonomike të kombit. Avioni u rrëzua në një fushë të izoluar pranë qytetezës së vogël të Veçartes, në provincën e Vëzës. Ai u identifikua menjëherë nga autoritetet vendase të sigurisë, të cilat ndërhyn duke dërguar një ekip të posaçëm në vendndodhje. Objekti në fjalë mund të kishte qenë një prototip i ri i një avioni të huaj që qarkullonte pa autorizim në qiejt e mbretërisë së Italisë. Megjithatë, kur burrat mbërritën në vendin e rrëzimit, të habitur dhe të hutuar, u gjetën përballë diçkaje të parë kurrë më parë. Avioni nuk dukej se ishte prodhuar me njohuri teknike të periudhës. Ai nuk kishte krah dhe ishte ndërtuar nga një material metalik dukshëm i vazhdueshëm, i falsifikuar nga një pllakë vetme, plotësisht i lirë nga vida, bulona ose saldime. Një detaj tronditës, duke pasur parasysh se objekti kishte madhësinë e një automobili. Rreth 10 metra larg, u gjetën trupat e 2 humanoidëve, gati 2 metra të lartë, me lëkurë të bardhë si qumshti dhe flokë të trash bjond. Krijesat që dukeshin më tepër si perënditë e mitologjisë nordike, sesa figurat moderne të alienëve me koka të mëdha dhe ngjyrë gri. Sipas tashethemeve,
Mbetjet e avionit misterioz u transportuan me kamion në uzinën Sevoja Marketi, një nga kompanitë kryesore aeronautike të kohës. Megjithatë, nuk ka asnjë raport lidhur me vendin ku u transportuan dy jashtëtoksorët, edhe pse disa ufolog hipotezuan se kufomët u zhytën në rezervuar me formaldehid për t'i ruajtur dhe pastaj u transportuan në Rom për t'i treguar Mussolinit. Sapo Benito Mussolini u informua për faktet, ai urdhëroi mbajtjen e fshehtësisë absolute rreth incidentit, megjithse diktatoria nuk besonte as pak në natyrën jashtëtoksore të incidentit. Megjithatë, në ditët pas ngjarjes, askush faktikisht nuk arriti të shpjegojë ekzistencën e një teknologjie të tillë. Mussolini autorizoi atëherë kryerjen e hetimeve mbi avionin nga kabineti RS-33 i policisë sekrete të Italisë fashiste. Koordinimi i kabinetit RS-33 ju dha Guglielmo Marconeut, fituesit çmimit Nobel për fizik fal shpikjes së telegrafisë patela dhe studimeve të tij mbi valet radio, të cilat në vitet në vazhdim do të çonin në shpikjen dhe prodhimin e radios dhe televizionit. Marconei u bashkuan më vonë dy fizikantë të tjerë, Enrio Fermi, shpikësi i reaktorit të parë bërthamor, dhe Majorana, një gjeni i ri i fizikës i cili zhdukej misteriozisht në vitin 1938 në moshën e re 32 vjeç. Gjatë luftës së dytë botërore, dosjet lidhur me kërkimet e kryera nga kabineti RS-33 do të kishin qenë gjithashtu të aksesueshme për autoritetet gjermane. Mbi bazën e këtyre dokumentave, filloi zhvillimi i Wunderwaffe, armëve eksperimentale sekrete, duke përfshirë avionin V7, shumë të ngjashëm me platat fluturuese, si dhe DLO legjendar, një pajisje e blinduar në formë kambane që lëvizte nëpër ajër pa përdorur shtytëse, por fal përdorimit të fushave magnetike. Në fund të luftës, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik do të kishin marrë në posedim të gjithë dokumentacionin mbi këtë shtytës jo kontekstual, bazuar në inxhinierinë e kundërt, gjegjësisht analizën e kryer duke u nisur nga dekompozimi apo çmontimi i një artefakti apo objekti që gjetur. Kabineti, mbledhjet e të cilat ndiqeshin nga senator dhe shkencëtar, ishte versioni italian i Majestic 12, organizatës sekrete amerikane që do të ishte ngritur në vitin 1947 për të hetuar incidentin e Roswellit. Në fund të luftës së dytë botërore, UFO-ja e veriut u bë të zhduket, dhe sipas disa mbështetësve të teorive në këtë drejtim, mund të jetë transportuar edhe në një bazë sekrete të qeverisë amerikane, ndoshta pikërisht në famshmen zonë 51, por ashtu siç dyshohet se një bazë realisht ekzistuese mund të posedoj artefakte jashtëtoksore. Besohet gjithashtu se vendet dukshëm paqësore, pa baza ushtarake, i posedojnë ato nën tokë. Ekzistenca e bazës Daly në fakt është vetëm një supozim, por mbetet ende sot objekt interesi. Nuk ka dokumente, fotografi apo citime rreth vendodhjes nga ushtria e Shteteve të Bashkuara. Por sipas disa ufologëve, baza do të ishte një qendër sekrete ushtarake për studimin e specieve aliene, avionëve të rinj stealth dhe armëve inovative, e lidhur nëpërmjet një tuneli kryesor me bazën ushtarake të Los Alamos, nga e cila do të degëzoheshin shumë rrugë të tjera nëntoksore me qëllim të lidhjes së instalacioneve të shumta sekrete në territorin e Amerikës së Veriut. Kjo strukturë e gjerë do të kishte qëllimin të fshehte një bashkëpunim midis qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe disa specieve jashtëtoksore në planetin tonë. Do të ekzistonte pra një bashkëpunim ushtarak alien nga i cili Shtetet e Bashkuara do të nxirrnin një avantazh fitimprunës në fushën teknologjike dhe mjekësore. Në dritën e këtyre hipotezave, u teorizua atëherë se në Dulce, në vitin 1966, u nënshkrua një pakt midis gjeneralëve të forcës ajrore të Shteteve të Bashkuara dhe kontingjenteve aliene. Ky pakt i supozuar, i quajtur Akti i Platonit, do të ishte në një farë mënyre i lidhur me rritjen e rasteve të gjymtimit të kafshëve në New Mexico dhe rrëmbimeve aliene të supozuara në Shtetet e Bashkuara. Dulce është një qytet e vogël e lindur në fund të shekullit të 19, kur qeveria e Shteteve të Bashkuara urdhëroi një fis Apache të vendosej në ato vende natyrore që më vonë do të bëheshin pjesë e rezervatit Hikaria. Banorët e saj të pakt jetuan në paqe për shumë vite, megjithse rajoni kishte qenë gjithmonë subjekt të fenomeneve të pashpjegueshme dhe karakteristike, si vëzhgime të vazhdueshme të dritave në qiellin e natës dhe legjendat e vendasve për qenie të çuditshme që enden rreth mesës. Për 100 vite e më shumë, këto histori mbjetuan, asgjë më shumë se thjesht tregime kampinguse të thjeshta, të përsosura për të kaluar natën pranë zjarrit dhe për të friksuar me dridhjen më të lehtë të erës.
Megjithatë, duke filluar nga fundi i viteve 70, fenomene të zymta dhe të pashpjegueshme do të fillonin të ndodhin me frekuencë eksponenciale në Dulce, duke e bërë shpejt këtë qytet të largët epicendrën e njërës nga teoritë më të mëdha konspirative të shekullit të fundit. Gjithçka filloi një mëngjes, kur një fermer shkoi të kontrollonte kopet e tij të lopëve në hapësirën ku kullosnin. Ndër shumë bakti, kishte një të shtrirë pa jetë në tokë. Fermeri ju afrua për të kuptuar çfarë kishte ndodhur, por asgjë nuk mund ta kishte përgatitur për atë vizion tronditës. Njëri nga kafshët rinte anash. Kishte prerje të pastra në mish mbi gojën e saj dhe përgjat trupit të saj, si të bëra me skalpel. Organet e saj ndijore dhe seksuale dukej se ishin hequr kirurgjikisht, ndërsa organet e brendshme ishin zhdukur si të thithura nga diçka, lënë një kufom bosh. Fermeri u bind menjëherë se nuk mund të kishte qenë as tak mi ndonjë kafshë tjetër, pasi asnjë grabitës nuk do të kishte qenë i aftë ta reduktonte kafshën në atë gjendje, mbi të gjitha pa lënë gjurmën më të vogël. Asnjë gjurmë grabitarësh në tokë. Qytetarët e tmerruar të Dulcit filluan të pyesin se kush apo çfarë qëndronte pas këtyre akteve brutale. Pas disa kohe, policia vendase vendosi përfundimisht të hetojë fenomenin. Detyra ju caktua oficeres Gabriel Valdez, i bindur se pas atyre ngjarjeve nuk ishte ndonjë monster, por thjesht një maniak ose person i vendosur të krijojë panik midis popullsisë vendase. Por kur oficeri shkoi në disa nga fermat e prekura, duke parë gjendjen e trupave të kafshëve të gjymtuara, ai kuptoi menjëherë se diçka e pashpjegueshme po ndodhte. Trupat jo vetëm që dukeshin se ishin operuar kirurgjikisht, kufomët ishin plotësisht të zbrazur nga gjaku, por nuk kishte gjurmë gjaku në tokë. Toka rreth kafshës ishte djegur pak. Por zbulimi më i çuditshëm kishte të bënte me të vetmet maviosje që kishin kufomët. Pas analizës së kujdesshme, ato nuk dukeshin se kishin shkaktuar nga një grabitar sulmuese me prit, si për shembull çakalli ose puma, por nga një rënje nga një lartësi rreth 50 këmbësh. Agenti Valdez shkoi aq larg sa të pretendonte se kishte gjetur brenda njërës prej kufomave trupin e një qenjeje të vogël hibride, e cila, sipas dëshmisë së tij, kishte karakteristika fizike njerëzore, bojne dhe reptiliane. I hutuar dhe i ndodhur përballë këtyre deklaratave të pabesueshme, kolegët e stacionit policisë thjesht menduan se Valdezi po linte veten të ndikohej gjithnjë e më shumë nga legjendat e vjetra të vendasve. Dhe detajet tmerruese që ai përshkroi u dukën në sytë e skeptikëve si shpikje të pastra, shkaktuar nga një mendje që po humbiste ngadalë kontaktin me realitetin. Shpejt, megjithatë, rasti u eskalua dhe për herë të parë u fol për përfshirje aliene. Gjithçka ndryshoi kur në mes të natës një çift i ri i fejuar u shfaq në stacionin e policisë, duke thënë se kishin shpëtuar me vështirësi nga një rrëmbim alien. Ishte mesnatë dhe e reja Jerry Julian dhe i dashuri i saj kishin dalur të shikonin yjet përgjatë një autostrade pranë mesës. Ata vunë re një trup qiellor që lëvizte me shpejtësi nëpër qiell, i cili pastaj filloi t'u afrohej. Ndërsa objekti u afrua, megjithatë ata kuptuan se nuk ishte një sferë drite, por një avion shumë i ngjashëm me njërin nga pjatat fluturuese që mund të shiheshin në filmat të trillimit shkencor. Objekti u ul jo larg makinës së tyre, dhe dy alien të vegjël gri me kokat më dha dolën prej tij. Çifti i vëzhgoi me frikë, por kur qenjet gri i vunë re, filluan të lëviznin shpejt drejt tyre. Çifti u hodh në makinë dhe u largua para se të arriheshin. Pasi u kthyen në shtëpi, nuk mund ta besonin çfarë kishin parë, dhe për herë të parë, Jerry Julian kuptoi se legjendat që gjyshja e saj vendase Native American i tregonte si fëmijë ishin në fakt realitet. Ato qenie që zbrinin nga qielli dhe kishin gjetur streh në mes prej 1000 vjetësh, duke u fshehur shumicën e kohës nga syt njerëzor, vërtet ekzistonin. Jerry dhe i dashuri i saj nuk ishin të vetmit që në ato vite raportuan ngjarje të çuditshme në afërsi të drejt të Arçleta Mesa. Kështu, midis rreth 3000 banorëve të komunitetit, bindja se diçka edhe më misterioze ishte fshehur nën këmbët e tyre, filloi të përhapet si zjarri. Shumë prej tyre shkuan aq larg sa të deklaronin se kishin dëgjuar zhurma metalike në tokë, në zonë, si të punonin makina gjigande, duke shkaktuar dridhurime të forta si tërmetet kur aktivizoheshin. Pas këtyre zhvillimeve të para të historisë, një personazh kyç i cili u propoq të kuptonte plotësisht çfarë po ndodhte në zonë, u bë padyshim Paul Benovic, një biznesmen i Arizonës, i cili në fillim të viteve 80 ishte zëdhënësi i teorisë lidhur me një bazë sekrete në Dulce.
Gjatë viteve 70, Benovic u bë antar i organizatës së kërkimit të fenomeneve ajrore të Arizonës, një grup civil hetues të UFO-ve dhe ishte veçanërisht i interesuar për gjymtimin e bagëtive. Më 20 prill 1979, njeriu mori pjesë në një mbledhje publike mbi temën, të organizuar nga prokurori i Shteteve të Bashkuara Robert Thompson dhe senatori amerikan Harrison Schmitt. Në mbledhje, Benovic takoi oficerin Gabriel Valdez dhe ai foli për herë të parë për ngjarjet misterioze që po ndodhnin rreth qytetit të Dulces. Pas kësaj bisede të shkurtër, Benovic ishte aq i impresionuar nga deklaratat e Valdezit sa vendosi të fillojë një studim të financuar vetë mbi fenomenet e ndryshme që ndodhnin her pas here pas ditësh ose javësh duke tmerruar popullsinë. Fillimisht, ai vendosi të fokusojë kërkimet e tij në bazën ajrore të afërt të Kirtland dhe Benovic gjithashtu raportoi se filloi të filmonte dritat e çuditshme pranë ndërtesave dhe të regjistronte sinjale radio të pazakonta. Ai u përpoq gjithashtu të kontaktoj me zyrën e shtypit të bazës, por u injorua plotësisht. Më vonë, studiuesi filloi të botonte artikujt e tij të parë, në të cilët pretendonte se nën Arquileta Mesa ishte fshehur një lloj strukture sekrete dhe se ushtria ishte drejt për drejt përgjegjëse për të. Por kur me 6 maj 1980, policia shtetërore në Simon, New Mexico, mori një raport nga një grua që identifikonte veten me emrin fiktiv Mai Hansen, gjërat morën një kthes të papritur. Mirë na tregoi një histori që përmbante të gjithë elementët që Benovic kërkonte: vizitor ndërplanetar, drita në qiell dhe mbi të gjitha gjymtime bovine. Kështu, duke mos pasur asnjë ide se si ta ndihmonte, policia e Simërën ja dorëzoi rastin direkt Valdezit, i cili në atë kohë quhej me nofkën tipi i gjymtimit të bagëtive. Valdezi nga ana e tij kontaktoi Paul Benovic, i cili mori menjëherë masa për të folur personalisht me zonjën Hansen. Më 7 maj, gruaja bashkë me birin e saj shkuan në Albuquerque për të takuar Benovicin dhe aty i treguan në detaje çfarë kujtonin mbi darkën e 5 majit 1980. Myrna Hansen po drejtonte pranë Eagle Nest, New Mexico, kur ajo dhe biri i saj, i cili dëshmoi atë ngjarje, pan 2 objekte gjigante të heshtura të madhësisë së avionëve të ajrit duke u ngritur në qiell. Drita e bardhi verboi dhe nga ai moment, të dy kaluan një episod të kohës së humbur dhe humbën pjesë të kujtimeve të tyre mbi çfarë ndodhi. Në këtë pikë, u thirr Leo Sprinkle, një psikolog dhe profesor me mandat në Universitetin e Wyoming, i cili në të kaluarën kishte hetuar raporte të kontaktit me UFO-t, duke përdorur gjithashtu teknikën e hipnozës regresive, një pseudoshkencë e cila sipas mbështetësve të saj është në gjendje të sjellë përsëri kujtimet e fundusve të rrëmbyrëve. Benovic organizoi që Sprinkle të fluturonte në Albuquerque për të hipnotizuar Hansen. Dhe kur psikologu mbriti, Hansen dhe Benovic insistuan që seancat e hipnozës regresive të kryheshin brenda makinës së Benovicit, e cila për rastin i kishte xhamat e mbuluara me një flet të trash alumini për të shmangur ndërhyrjen nga entitete jashtëtoksore. Gjatë seancës, gruaja raportoi se kujtonte momentin kur njëra nga bagëtitë e fermave rreth e rrotull ishte thithur në një rreze traktori nga një anije kozmike që më vonë i ndodhi edhe saj dhe birit të saj. Në seancat e mëvonshme të hipnozës, Myrna raportoi detaje gjithnjë e më të tronditshme mbi rrëmbimin e saj. Skepticizmi i kolegëve të Benovicit filloi të lëkundej. Ndoshta teoria lidhur me bazën mund të ishte e saktë. Mena kujtoi se ishte çuar në një biruc ku kishte rezervuar të mëdhenj ku pjesë të trupit të njerëzve dhe kafshëve notonte në një leng viskoze. Nga kjo, tregimi u zhvillua edhe më tej. Gruaja foli për qenie hibride, gjysmë njerëz dhe gjysmë aliene, të cilat banonin brenda këtyre rezervuarëve të mëdhenj, si të kishte dikush që mundohej të kryente eksperimente biogjenetike me një teknik jashtëzakonisht të avancuar. Dëshmitë e pretenduara të grumbulluara në këto seanca regresioni formuan më vonë themelet shumë të historisë mbi bazën sekrete të Dulcit. Kureshtja që lindi nga historitë e gruas çoi Benovicin të udhëtonte disa herë në qytet dhe në malet e Arquileta Mesa, madje duke fluturuar mirafshnalt me avionin e tij privat, duke marrë fotografi të panumërta.
Në këto fluturime, biznesmeni i Phoenixit tha se kishte gjetur prova të pakundërshtueshme të ekzistencës së shpellave të mëdha të gërmyera me kujdes në shkëmb, edhe pse nuk ishin të lidhura në asnjë mënyrë me rrugë që mund të udhëtoheshin nga mjetet me rrota. Megjithatë, këto foto nuk u bën kurrë publike dhe ky fakt i shtuar pretendimeve të jashtëzakonshme të burrit shërbeu vetëm për të diskredituar edhe më shumë vërtetësinë e ekzistencës së bazave sesa për ta konfirmuar atë. Benovici ishte aq i sigurt se qeveria po fshihte diçka atje poshtë, sa më vitin 1981 shkroi një letër për senatorin Pet Dominici, duke folur për herë të parë mbi një luftë të supozuar midis alienëve dhe ushtrisë, tani të njohur si Lufta e Dulcit. Ja transkripti i letrës. Deri më sot, siç vihet re, nuk kam dëgjuar prej jush dhe prandaj do të supozoj me të gjitha detyrat tuaja të reja se jeni shumë i zënë dhe thjesht nuk keni pasur kohë. Faktet që i dhash kapitenit Harris janë të thjeshta dhe të drejtë për drejta si vijojnë. Së pari, unë e dija vendodhjen e bazave aliene në veriun e New Mexicos, në qendër të rezervatit Hikaria Apache, 4,5 milje në veri perëndim të Dulcit, New Mexico. Së dyti, e di që dikush në ushtri bëri një marrëveshje me alienët disa vite më parë, duke u dhënë tokën e Indis, bagëtit e tjerë dhe siguri të dukshme për alienin në këmbim të teknologjisë në formën e një anijeje me energji atomike. Njëkohësisht, duke ngritur një bazë ekstensive të SBA-ve pranë saj për të testuar anijen. Së treti, se në ndonjë moment të fundit të 89-ës ose të parës të 80-ës u shpërthye një grind mbi armët dhe ushtria u braktis, rrethanat e fundit të burrave të panjohura. Së katërti, që kisha fotografi me rezolucion shumë të lartë zyrtare NASA U2 me ngjyrë infrared, si dhe fotografi me nivel të ulët dhe toksor që tregonin bazën në detaje të plota, fotografi të marra ligjërisht nëpërmjet UNM, Universitetit të New Mexicos. Së pesti, dizenji i anijes i këmbyer është mbi 30 vjet pas teknologjisë aliene. Së gjashti, e këshillova kapitenin Harris se dija për 2 gratë dhe fëmijën pranë Austin në Texas, të cilat ishin ekspozuar rëndësisht razatimit në distancë të shkurtër nga anija në vështirësi dhe se ishte parë të vinte perëndim me helikopter të pamarkuar dhe se qeveria po pagonte me qetësi shpenzimet e tyre spitalore. Jam gjithashtu shumë i shqetësuar se presidenti nuk është informuar plotësisht mbi situatën dhe kam dërguar një kopje tek ai, me letër mbuluese të bashkangjitur për dosjen tuaj. Shpresohet që do ta vlerësoni këtë input të vlefshëm dhe me kohë do të kontaktoni me mua. Pak pas bërjes publike të kësaj letre, Paul Benovic u largua nga skena për shkak të problemeve shëndetësore. Familja e tij raporton se biznesmeni pësoi një kolaps nervor. Rëndë dhe në vitin 1988, pas përkeqësimit të gjendjes së tij, u shtrua në një repartim psikiatrik. Me kalimin e kohës, shumë studiues dhe gazetar e trajtuan këtë histori si marrëzi të pastër sensacionaliste, dhe në çdo rast, lidhur me rrëmbimin e supozuar të Mina Hansenit dhe çuditë e saj të mëdha, u morën parasysh vetëm fjalët e djalit të Valdezit, i cili u intervistua disa vite më vonë mbi çfarë ndodhi, duke deklaruar si vijon. Është e mundur që historia e Mena Hansenit ishte gjithashtu pjesë e fushatës së dezinformimit. Do të dal jashtë kufive dhe do të them se historia e Mia Hansenit ishte ndoshta një mashtrim i mirë orkestruar për shkak të një fakti shumë të rëndësishëm: pajisjet e dëgjimit të gjetura në shtëpinë e babait tim. Qeveria dëgjoi të gjitha bisedat telefonike midis babait tim dhe Benovicit. Pra, një mashtrim i tillë do të ishte relativisht i lehtë për të realizuar. Mina Hansen hyri në skenë në maj të vitit 1980 dhe forca ajrore nuk pranoi as kontaktin me Paulin deri në nëntor të vitit 1980. Edhe pse kjo provë, vështirë se mund të shihet si madje edhe rrethane, do të shpjegonte shumë gjëra dhe si dhe pse u zhvilluan gjatë viteve 80 bazuar në atë që dim aktualisht. Fal gjithashtu këtyre informacioneve, interesi për bazën sekrete të Dulcit u shua ngadalë, të paktën deri në mesin e viteve 1990, kur 2 personazhe u paraqitën duke folur në vetë të parë mbi atë që kishin parë brenda kompleksit sekret. I pari që doli publik ishte Thomas Costello, një ish punonjës i forcës ajrore të SBA-ve. Costello tha se kishte qenë fotograf në bazën ajrore Nellis, në Nevada, para se të transferohej në bazën ajrore Dulce, në fillim të vitit 1970,
ku ishte caktuar të menaxhonte sistemin e madh të mbikëqyrjes së strukturës nën-toksore. Në intervistat me Thomas Lëshoj, ai pretendoi se baza ishte ndërtuar nga ushtria, por se brenda saj funksiononin si njerëz, ashtu edhe forma të jetës jashtë-toksore. Struktura e përbërë nga 7 nivele do të kishte zona të ndaluara në katet e poshtme, ku ushtarëve u është rrektësisht ndaluar të zbrisin. Atje poshtë, krijesat jashtë-toksore do të kryenin eksperimente gjenetike mbi kavjat njerëzore dhe shtazore me qëllim të krijimit të krijesave hibride. Një ferr i vërtet mbi tokë që qeveria e Shteteve të Bashkuara e dinte se ekzistonte, por nuk ishte në gjendje ta ndalonte. E gjithë kjo do të kishte shpjeguar sasinë masive të gjymtimeve të baktive dhe numrin e lartë të zhdukjeve që ndodhen gjatë viteve në New Mexico. Costello gjithashtu do të kishte folur vazhdimisht për tunele të mëdha nën-toksore, që shërbenin për të lidhur baza të tjera shumë sekrete nën-toksore, të menaxhuara nga alienët dhe njerëzit, të cilat shtrihen si një rrjet merimangje mbi të gjithë territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por kjo përfaqëson vetëm majën e icebergut të dëshmisë së ish ushtarit. Për të kuptuar edhe më mirë dhe për të peshuar fjalët e tij të vështira, ne mbështetemi në një fragment të vogël nga një intervistë që zbulon funksionimin e strukturës dhe tregon për organet që operojnë brenda saj. Kam dëgjuar se Dulci filloi në vitin 1937-38 nga inxhinierët e ushtrisë, e zgjeruar me kalimin e viteve. Puna më e fundit u përfundua 2026 për të lidhur tunelet me vendesin bazë të Page-it, njëra nga instalimet e vjetra nën-toksore. Baza e 4 këndshit quhet Perka. Shumica e vendasive, indianëve që jetojnë në atë komunitet, janë të vetëdijshëm për atë bazë dhe mund të na tregojnë për format e jetës jashtë-toksore që shpesh shihen pranë atyre komuniteteve. Sipas disa punonjësive të lartë të mirëqyrjes, pjesë e saj u shpërthye me pajisje bërthamore në vitet 60. Ka seksione si tunelet e anijeve të chartera, që u formuan nga një makinë e avancuar gërmimi që lë muret e tunelit të lëmuar. Muret e përfunduara në ato tuba ngjajnë me qelq të zi të lëmuar. Natyra filloi shpellat. Humanoidët reptilian Draco i përdorën shpellat dhe tunelet për shekuj. Më vonë, nëpërmjet planeve të korporatës Rand, u zgjerua vazhdimisht. Shpellat origjinale përfshinin shpella akulli dhe burime squfuri që alienët i gjetën të përsosura për nevojat e tyre. Shpellat e Dulceit rivalizojnë shpellat Karlsbad në madhësi, ndër më të mëdhat dhe më të thellat në botë, me disa degë që mbeten të eksploruara nga speleonaut profesionist. Disa reptoid janë vendas të këtij planeti. Kasta qeverisëse e alienëve është reptiliane. Qenjet me ngjyrë bezh ose të bardha quhen Draco. Qenjet e tjera reptiliane janë jeshile dhe disa janë kafe. Ata ishin një racë lashtë mbi tokë që jetonin nën tokë. Mund të ketë qenë njëra nga qenjet drakoniane, ajo që tundoi Evën në kopshtin e Edenit. Reptoidët me të drejtë konsiderojnë veten terran vendas. Ndoshta ata janë ata që ne i quajmë engjëj të rënë. Grejt punojnë për dhe kontrollohen nga Draco. Ka qenje të tjera me lëkurë gri që nuk janë në aleancë me Drakon. Duke qenë se unë isha tekniku i lartë i sigurisë në atë bazë, duhej të komunikoja me ta çdo ditë. Nëse kishte ndonjë problem që kishte të bënte me sigurinë ose kamerat video, unë isha ai që thërrisnin. Ishte kasta punëtore reptiliane, ajo që zakonisht kryente punën fizike në nivelet e poshtme të Dulceit. Vendimet që përfshinin atë kast zakonisht merreshin nga Draco i bardh. Kur punëtorët njerëzor shkaktonin probleme për kastën punëtore, reptoidët shkonin tek shefi i bardh drakonian dhe Draco më thërriste mua. Her pas here ngjante si një problem i pafund. Kur kishte nevojë, ndërhyrja bëhej një mjet jetësor. Problemi më i madh ishin punëtorët njerëzor që endeshin marrazisht pranë zonave të ndaluara të seksionit alien. Supozoj se është natyrë njerëzore të jesh kurreshtar dhe të pyesësh çfarë ka pas barrierave. Shumë shpesh dikush gjente një mënyrë për të anashkaluar barrierat dhe binte rreth e rrotull. Kamerat pranë hyrjes zakonisht i ndalonin para se të vijeshin në telashe serioze. Disa herë duhej të kërkoja formalisht kthimin e një punëtori njerëzor. Të gjitha bazat sekrete lidhen me tunele që kryqëzojnë botën si autostrada nën-toksore. Dhe ka 2 lloje autostradash. Për kamion, makina dhe autobus ka rrugë të asfaltuara dhe kjo është për udhëtim të kufizuar. Ka një stil tjetër transporti për mallra dhe pasagjer që është për udhëtim të shpejt. Ajo rrjet botror quhet sistemi nën global. Ka pika kontrolli në hyrje të çdo vendi. Ka tuba chartere që i shtyjnë trenat me shpejtësi të pabesueshme, duke përdorur metodën maglev dhe vakumi. Ata udhëtojnë me një shpejtësi që tejkalon shpejtësinë e zërit. Shpesh hyrjet janë kamufluara si gurore rënje ose operacione minierash.
Portale të komplekse gjenden në baza militare. New Mexico dhe Arizona kanë sasi më të mëdha të hyrjeve, ndjekur nga Kalifornia, Montana, Idaho, Colorado, Pennsylvania, Kansas, Arkansas dhe Missouri. Nga të gjitha shtetet, Florida dhe North Dakota kanë sasin më të vogël të hyrjeve. Wyoming ka një rrugë që hapet drejt për drejti në autostradën nëntoksore. Rruga nuk është më në përdorim, por mund të reaktivizohet nëse vendosin të bëjnë me kosto minimale. Ndodhet pranë Brooks Lake. Kasta punëtore kryen detyrat e përditshme, duke fshirë dyshemet e lateksit, duke pastruar kafezet, duke sjellë ushqim tek njerëzit e huritur. Puna e tyre është të formulojnë përzierjen e duhur për racat që Draco ka krijuar. Thënë thjesht, racat reptiliane janë aktive në të gjitha nivelet e bazës dulce. Ka disa raca të ndryshme alienësh që punojnë në seksionin lindor të nivelit të 6. Ai seksion quhet zakonisht seksioni alien. Draco janë zotërit të padiskutueshëm të niveleve të 5, 6 dhe 7. Njerëzit janë të dytë në komandë e atyre niveleve. Duhet të grindesha shpesh me një shef të madh drakonian. Emri i tij është i vështirë të shqiptohet. Kash Fast. Zakonisht e quaja Kash dhe ai e urrente. Udhëheqësit drakonian janë shumë formal kur flasin me racën njerëzore. Këto qenie të lashta na konsiderojnë një racë të ulët. Kë më quante udhëheqës Castello, por isha përdorur në mënyrë sarkazmore. Megjithatë, kasta punëtore është mjaft miqësore për sa kohë që ju lejoni të flasin të parët. Ata janë qenie shumë të kujdesshme dhe konsiderojnë shumicën e njerëzve armiqësor. Ata gjithmonë dukeshin të habitur kur zbulonin se shumë njerëz ishin të hapur dhe të besueshëm. Nuk ka shoqërizim me alienët jashtë orarit. Është ndaluar të flasësh me çfarëdo race aliene në korridore ose ashensor pa një arsye të qartë të orientuar nga biznesi. Njerëzit mund të flasin me njerëz dhe alienët mund të flasin me alienët, por kaq. Në vendin e punës megjithatë është ndryshe. Ka fjalim të lirë në laborator. Ka disa gjëra që duhet të dini rreth Dulcit. Bëra një betim në ndëshkim vdekjeje se pavarësisht nga çfarë shikoja ose dëgjoja, nuk do ta zbuloja kurrë informacionin. Gjithashtu nënshkrova një heqje dore që thotë se do të jepja vullnetarisht jetën time nëse gjendeja fajtor për tradhti. Në bazën Dulce, tradhti është çdo gjë që përmend detajet e operacioneve të përditshme në këtë objekt. Kur mbërrita për herë të parë, ishte në fuqi një politikë absolute e domosdoshmërisë për të ditur. Historia që na treguan kryerjet ishte se ky është një objekt i transferimit biorotrib me teknologji të avancuar, që është një mënyrë e zbukuruar për të thënë se bëjnë gjëra vërtet të rrezikshme me jetën njerëzore, vetëm për të parë çfarë do të ndodhte. Nëse ndodh një kurrë mjekësore, ajo do të shpalet në sipërfaqen e tokës si një kurrë e mrekullueshme e re, duke thënë se u gjet pas vitesh kërkimesh në ndonjë laborator të njohur mjekësor. Historia e vërtetë e kurrës nuk shpjegohet kurrë. Në fundit, baza Dulce është një objekt sekret. Këta njerëz janë shumë të mirë në atë që bëjnë. Ata nuk tregojnë të vërtetën rreth njerëzve të fatkeqësisë që përfundojnë në sallën e makthit. Punova me alienët. Me këtë parasysh, duhet të kuptoni idenë e fshehtësisë dhe sigurisë në atë vend. Po, e di se ky nuk ishte vendi i zakotshëm i punës, si spital, por në fillim e pranova të gjithë paketën. Më kujtohej çdo ditë nëpërmjet interkomit në ashensor, se ky vend kryen teste mjekësore dhe farmakologjike me rrezik të lartë për të shëruar çmendurinë. Ju lutem mos flisni kurrë me të përgosurit, mund të shkatroj vite pune. Jam i arsyeshëm. Kur mjekët thonë mos flisni me ta, kush isha unë për të shkatruar situatën delikate? Por një burr disi më tërhiqte vëmendjen. Ai deklaronte vazhdimisht se ishte George S. dhe ishte rrëmbyer dhe ishte i sigurt se dikush po e kërkonte. Nuk e di pse ai qëndron në mendjen time. E gjeta veten duke kujtuar fytyrën e tij, duke menduar se vërtet nuk dukej ose tingëllonte çmend. Bindja një miku tim, police, të bënte një kontroll mbi tipin, duke thënë se kisha pasur një ndeshje me të dhe isha kurioz. Nuk e përmenda fare bazën. Ishte një ndjesi e sëmur kur kompjuteri konfirmoi se George S. mungonte. Ajo që ishte edhe më e keqe, policia mendoi se ishte vetëm një tip tjetër që u lodh nga grumbulli i përditshëm dhe u nda. Ai ishte fillimi. A jam unë ai që hapi gojen? Jo. Të hënën e ardhshme e kërkova Georgin, por ai kishte ikur. Nuk kishte asnjë rekord që spjegonte çfarë i kishte ndodhur.
Ishte një oficer tjetër sigurie që erdhi tek unë, thonë se ai dhe disa punëtor laboratori donin një miting jashtë orarit. Kurioziteti fitoi dhe thash mirë. Atë natë u shfaqën rreth 9 burra. Thanë se dinin se rrezikonin që më raportonja, por donin të më tregonin disa gjëra që mendonin se duhej të shikoja. Njëri pas njërit më treguan regjistrime që provonin se shumë të përgosur ishin. Njerëz të zakonshëm që nuk kishin asnjë simptom të çmendurisë, por kishin zhdukur dhe ishin bërë banor të sallës së makthit. Ai ishte fundi i karrierës sime atje. Pastaj erdhi personazhi i dytë, Bob Lazar. Ai u shfaq në televizion në nëntor 1989, duke pretenduar se kishte punuar si inxhinier në zonën S4, një vend i fshehur qeverie 15 milje në jug të zonës 51, pranë liçenit të thatë Papuz, ku kishte parë dhe kishte punuar mbi avionët e kapturuara aliene. Dhe jo vetëm atë. Bob pretendoi gjithashtu se kishte lexuar dokumente qeveritare konfidenciale që tregonin se qeveria amerikane kishte bashkëpunuar me alienët për 100 vite. Bob Lazar pretendoi se kishte parë me sytë e tij 9 avion disk të ndryshëm, ku secili kishte një dizajn unik. Sipas tij, avionët lëviznin duke manipuluar fushat gravitacionale, ku burimi i energjisë i secilit disk ishte një reaktor antigravitacional i fuqizuar nga elementin 115, i njohur si Moskovium, i cili nuk ishte zbuluar zyrtarisht deri në vitin 2003. Mënyra e vetme për ta kundërshtuar këtë pretendim do të ishte të tregoje se dokumentet e Lazar për punësimin e tij ishin false, duke nxjerrë në pah kështu se ai nuk kishte kurrë akses të drejtpërdrejtë tek ata avion. Dhe si zakonisht ndodh me çdo informacion rreth aktiviteteve sekrete të qeverisë, dokumentet dhe regjistrat e punësimit të Lazar ishin zhdukur misteriozisht, duke e lënë shumë njerëz të ndaheshin midis besimit dhe skepticizmit ndaj dëshmisë së tij. Ndërkohë, zbulimi kryer nga Bob Lazar paralajmëroi interesin e ri të publikut rreth teorive të bazës sekrete të Dulcit dhe në veçanti rreth 2 niveleve të fundit, të 5-tit dhe të 6-tit, 2 nivele që sipas Costello ishin nën kontrollin e plot alien. Niveli i 5 është ai ku alienët jetojnë dhe punonjësit njerëzor i quajnë atë zona aliene. Është niveli ku ndodhin kontaktet kryesore midis forcave ajrore dhe ekuipazhet aliene, ose siç i quante Costello, bossët. Ndërkohë, niveli i 6, i njohur ndryshe si salla e makthit, është ai i cili rrëqeth shumicën e njerëzve dhe është arsyeja kryesore pse Costello tha se vendosi të largohej nga baza. Sipas tij, ky nivel ka dhomat e eksperimentimit, ku alienët kryejnë eksperimentet e tyre biologjike. Brenda dhomave, njerëz dhe kafshë të ndryshme, duke përfshirë edhe format hibride midis njeriut dhe alienëve, mbahen si subjekte eksperimentuese, shumë prej të cilëve nuk mund ta mendojmë dot çfarë vuajnë, pasi bazat biologjike dhe neurologjike të tipit të eksperimenteve janë jashtë çdo kuptimi njerëzor. Sipas Costello, ata që përfundojnë atje nuk kthehen kurrë. Ka pasur raste që disa punëtor njerëzor kanë hasur aksidentalisht me këtë nivel dhe janë zhdukur pa lënë asnjë gjurmë. Dhe nëse dikush nga punëtorët tregonte shenja të hezitimit ose refuzimit për të vazhduar punën, ata trajtoheshin si të përgusur dhe dërgoheshin direkt në sallën e makthit. Askush nuk mund ta sfidonte sistemin. Kjo ishte marrëveshja, ose pranoje kushtet, ose humbisje të gjithçkaje, përfshir jetën. Teoria e Dulcit rrjedh nga shumë burime dhe ndoshta nga ato me influencën më të madhe që kishin gjatë mesit të viteve 80 rreth bazës sekrete të Dulcit, ishte Phil Schneider, një ish inxhinier i qeverisë amerikane, i cili pretendoi se kishte marrë pjesë drejt për drejt në ndërtimin e tuneleve nëntoksore të bazave mushtarake sekrete dhe se kishte qenë dëshmitar drejt për drejt të operacioneve aliene. Phil Schneider jepte leksione publike dhe kishte nisur të fliste hapur mbi atë që kishte parë me sytë e tij, duke treguar ngjarje tronditse, si ndeshja e tij personale me alienët Grace dhe EBE të tjerë gjatë ndërtimit të tunelit, ku edhe pretendoi se kishte plagosur nga një rreze aliene, duke treguar shenjat e cikatrave si dëshmi. Phil Schneider pretendoi gjithashtu se kishte informacion për planet e qeverisë amerikane për të larguar pjesëmarrjen njerëzore nga bazat sekrete. Vendosur qeverinë e re botërore, duke folur me pasion dhe dëshpërim mbi atë që quante tradhti ndaj racës njerëzore. Pas disa vitesh leksionesh publike dhe intervistash,
Phil Schneider u gjeti vdekur në apartamentin e tij në janar 1996. Zyrtarisht vdekja u deklarua vetvrasje, por kolegë, miq dhe familjarët e tij refuzuan ta besonin këtë dhe e konsideruan atë vrasje të orkestruar nga agjentët qeveritar për të heshtur. Çështja mbeti e pasgjidhur dhe u bë pjesë e historisë tragjike të atyre që pretenduan se kishin thyer fshehësinë e bazave nëntoksore sekrete. Pavarësisht dëshmive të shumta dhe historive tronditëse, nuk ka asnjë provë të pakundërshtueshme që konfirmon ekzistencën e bazës sekrete të Dulcit. Rrethinat e Arqleta Mesa mbeten ende të paeksploruara plotësisht. Ushtria amerikane ka mohuar kategorikisht çdo pronësi ose dieni rreth strukturave nëntoksore në zonë. Megjithatë, pyetja mbetet e hapur. Nëse gjithçka është mashtrim dhe trillim, pse kaq shumë njerëz nga sfonde të ndryshme, policë, inxhinier, ushtarak, civil, kanë rrezikuar gjithçka për të treguar praktikisht të njëjtën histori? A është Dulci thjesht një mit modern i lindur nga frika dhe imagjinata njerëzore, apo diçka shumë më e errët fshihet nën ato male shkëmbore të heshtura të New Mexicos? Ndoshta përgjigjen e vetme të vërtet e din vetëm ata që janë akoma atje poshtë.